Kompania që importoi afro 19 ton mish pule me salmonel është Dimal. E themeluar që prej vitit 2019, Dimal u premton konsumatorëve shqiptar pasion dhe shije, por ajo që ka nxjerrë në treg së fundmi ka qenë një ngarkesë me mish pule infektuar me salmonel. Ngarkesa ka hyrë nga porti i Durrësit më 11 mars të këtij viti dhe rezulton e importuar nga Brazili, pa pritur asnjë lloj analize dhe pa ndjekur procedurën standarde nga inspektorët e AKU-s, të cilët marrin mostrat e mishin dhe i dërgojnë në laborator. Kjo ngarkesë është tërhequr nga kompania Dimal, e administruar nga Mondi Goxha dhe ka dalë në treg. Analizat kanë dalë në përfundimin se mishi importuar është i infektuar me salmonel, por tashmë ishte shumë vonë, pasi ngarkesa ishte shpërndar në treg. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka nisur kontrollet, por ka arritur të bllokojë vetëm 4 ton, pasi sasia tjetër prej 15 tonësh është shitur në markete dhe restorante. Emrat e tyre nuk dihen me saktësi, por në faqen zyrtare të kompanisë Dimal, vëmë re se bashkëpunëtor janë marketet më të frekuentuar nga blerësit shqiptar, si Big Market, Xhangolli, Euromarket dhe Joena. Vetë biznesmeni Goxha në një prononcim për zëri pranon se kjo ngarkesë ka dalë në treg, por nuk di ta thot me saktësi sasinë e shpërndar. Ai shprehet gjithashtu se për momentin është nën presion nga autoritetet. Megjithatë, sipas AKU-s, Goxha nuk ka pranuar të dorëzojë as faturat që tregojnë marketet në të cilat është shpërndar sasia e mishit të infektuar. Tashmë çështja ka kaluar në prokurori, ku është hedhur shorti dhe dosja është në duart e prokurorit Platina Liçka, i cili pritet që brenda 15 ditësh të regjistrojë procedimin penal. Nën hetim është edhe autoriteti kombëtar i ushqimit për faktin që ka lejuar kompaninë të nxjerrë në treg mishin e infektuar pa pritur daljen e analizave përkatëse.